Dauti veç e merr ke terapin, e fashoj ke dorën e ndryshim, plagën e pastrojshim, edhe deri në mbrëmje unë kur nuk e kom pa, ose ka ndodh me orë me mëngjes prap, ajo kom prap në radhë. Bujari derisa ndoshta ka mujt me fol, me thonë, edhe ai ka dalë me njëherë në radhë, nuk ka, i vetmi që ka qenë ma gjatë, ka qenë Enveri që e ka pas pa mujsh me mu trajtu. E është shumë e prekshme, ndoshta kisha ardhë nëna Rukë, Syzana me 2 djemtë. Edhe Shqipdoni kish barkëqitje. Ja qita infuzionin, po edhe Luani nuk u nike mirë, po ai kish barkëqitje ma të madhe. Edhe erë shkelzeni me pa Enverin. Më kujtohet që e kom marrë qështu edhe kom qitë dritarja në krah për me pa djalin, po ajo ka qenë e pa mujsh me mendu që qa që fort edhe si pavë thminë edhe si adin ndoshta unë qajsha, ai e përqafi, i pavë plagosnit, hinit e secili, edhe dul, nuk e besoj që tani moj ka pa, se veç popullata në shtator kënë transferu, u barten prej fshatrave, edhe shkun ndoshta 7-8 shtatorin, muj edhe me gabun data, i 98-ës, Enveri është transferu për Shqipëri, ndërsa unë jam këthy prap, jemi këthy në fshatin tonë, jemi kombartë krejt fshatat e Lugit Baranit në livadët e Isniqit. Ju jeni 3 edhe inshallah nuk përsëritet kur ajo kohë, na edhe për atyjit na zhvendasën, u këthym se cilin e për fshatra, djegnë, dijet, hala ishte tymi të dal, hala shpia të djeg, se cilin improvizum ka një vend ku me qëndru edhe pas një kohë filloj prap mobilizimi, edhe Ramushi kish që fjallë për mes doktor Alis që a ka mundësi ajo motër me ardhë, me na ndihmu, na duhet shumë tash se veç u pritke, prap me pas luftime, prap ish duko improvizu një shtëpi në Zhebel, spital, edhe doktor Alia erdhë, ju tha vllaznim si qështu ka me komandanti ka që fjallë, ish plagosa Aligeci, e ka ra granata në dorë edhe e ka të humbun një gisht sa di. Po tash për me përpunu plagën, nuk ka mujt me përpunu vetë se është dashtë edhe një asistent, edhe doktor Alia kish mobilizu atë natë, nestit tha kemi një pacient shumë rënd që ka hup një gisht, e ka dorën shumë të lendume dhe duhet instrumentet me marrë me vetë edhe kemi me shku me punu. Jablanicë sa e maj men, ka qenë një ahër i love, e kemi gjetë një drast, i konë kemi qitë instrumentet edhe aty kemi, dikush na majke një qiri, edhe pse ish ditë sa i s'kish dritare, edhe e ka përpunu atë plagë, kemi dhonë terapin, tani kemi shku vazhdimisht se hala nuk kishim ben ku duhet ku na me qëndru. Kemi udhtu krejt kohën, ka qenë agronrama, i plagosën, na shkojshim që shkishim çdo 2 ditë mja po pastrimin e plagës.